Ç'po ndodh me luftën në ditët që kemi mëkuar, pra nga e entja e kaluar, deri sot ne nuk kemi folur për luftën, s'ka nga që s'kemi pas remission. Por, sa më shumë presidenti Trump tani thotë se lufta po mbyllet, mbaroj, thotë. Gjithmonë del tani dhe thotë mbaroj. E ke parë baton? Po. Presidenti Trump del minut për minut thotë mbaroj. Ajo duke sikur zgjatet. Edhe më shumë. Si ka mundësi tani? Aq më larg duket ditë e përfundimit. Ç'a ndodh tani deri tani? Gjërat kryesore. Se popullata ka filluar të shikon me kujdes ty për këtë gjë, nga qeveria edhe serioz në këtë plan. Jo vërtet. Pak para se të fillonim në emisionin sot, kishe një intervistë ekskluzive Rubio, sekretari i shtetit në Al Jazeera. Dhe midis tjerave pothuajse nuk tha asgjë të re. E vetme gjë që pritej me këpucët që i ka bler Trumpi ishte, apo këpucët që i ka bler gruaja. Nuk e vura re. Qartë. Se me mendjen. Ai po thonte që do zgjas lufta disa javë, por jo disa muaj. Çështja është që nuk ka një deadline, edhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e dinë se sa do zgjas kjo luftë, ose të paktën nuk po gjejnë mundësinë se si do dalin nga kjo luftë. Gjithë çështja është se si do dalin Shtetet Bashkuara nga kjo luftë. Sepse u pa deri tani pas një muaji luftë që regjimi nuk ra dhe të gjitha objektivat e para të Shtëpisë së Bardhë dështuan. Edhe një luftë e projektuar që mund të mbyllej për 4-5 ditë, për një sulm 4-5 ditë dështoi. E vërteta është që këtë fundjavë ka patur një percepitim, një përshkallëzim të sulmeve dy anshme në mënyrë katastrofike, të thojon. Janë goditur një pjesë e madhe të centraleve energjetike në Iran, një pjesë e Teheranit ka qenë në errësirë këto 2 ditë. Por nga ana tjetër, Gjinish vetëm sekondë, lutem, keni bërë një gabim aty, lufta, presje, vizë, viza poshtë, pas presje, viza poshtë, se e keni vënë lart pak. Po, ndjesë. Pra po thoj që ka një presja. ka Ka një nevojë për vizë. Jo, O viza o presja, një nga dy. Nuk vjen dy. atëre është gabimi im, po atëre ikje fare, më mirë se sa tjetë aty në mes. Zakonisht është. Po mos debatojmë tani këtu. Do me thëmë, po goditet infrastruktura energjetike e Iranit, por goditet ekonomia e Iranit, janë goditur dhe universitete, madje. Është goditur dhe stadiumi, nga stadiumi numër 2 në botë, për shembull në Iran. Janë ca goditje të çmendura, le të themi. Megjithatë, e vërteta është që goditet po i bën Izraeli, se Shtetet Bashkuara të Amerikës pavarësisht në një situatë që është një situatë lufte, pothuajse është e tërhequr këto ditë të fundit, duke respektuar atë kohën deri në 6 prill që ofroi presidenti Trump për krijuar një lloj hapësire për të negociuar. Ajo që duhet thënë është që edhe Irani ka reaguar me të njëjtën potencial, po themi, ka goditur rafineritë e naftës në Haifa, sistemet energjetike, është goditur gjithë Izraeli. Çështja është se ku do shkojmë. Nuk ka një mbështetje ose nuk ka një rizgjim, një përkrahje të politikës së Shtëpisë së Bardhë dhe Izraelit deri tani nga faktori ndërkombëtar. Bashkimi Evropian vazhdon të mbajë të njëjtën distancë, madje oferta fundit e Bashkimit Evropian ishte ndaloni luftën dhe ne marrim përsipër të ndërhyjmë në Hormuz për të sistemuar dhe lëvizjen e Hormuzit. Nga ana tjetër, Izraeli refuzoi një ofertë presidentit francez për një armë pushim. Kuptohet që Franca është interesuar jo vetëm për armë pushimi, por edhe për shkak të marrëdhënieve të veçantë që ka me Libanin për një stopim. Pak kemi folur për Libanin, ndërkohë që një masakër e madhe po ndodh në Liban. Izraeli kërkon të krijojë një zonë tampon në jugun e Libanit, por s'ka arritur. Ka luftime shumë forta në Liban ndërmjet ushtrisë izraelite dhe trupave të Hizbullah, dhe kjo është çudi e madhe sepse vetë Izraeli pa deklaruar që pothuajse i ka asfiksuar potencialet e Hizbullahut, ndërkohë Hizbullah po godet shumë më fort. Dje kishte 2 kryetar bashkisë të komunave ose të qyteteve në veri të Izraelit, cilët për herë të parë filmuan veten e tyre se në Izrael akoma është ky ligji që ndalohen këto komunikimet me mediat, dhe nxorën në faqet e tyre nëpër Facebook një reagim shumë të ashpër, kritikonin qeverinë dhe ndjenin veten të lënë pas dore. Pash 2 kryetar bashkisë cilët teksa flisnin qanin pafund, domethënë. Pra edhe gjendja në Izrael duhet thënë që nuk është ashtu siç e paraqet Netanyahu si një fitore e madhe. Janë një muaj që izraelitët në gjithë Izraelin flenë për këto vend strehimet. Nga ana tjetër, për herë të parë, zoti Rakipi, kemi një reagim shumë interesant
ditën e diel nga sheshi Shëmpjetrit i Papa Leos XIV, i cili kritikoi përdorimin e figurës Krishtit. Faktikisht ai tha midis tjerave, Papa tha Krishtit mos përdore dhe Krishti nuk është nga anën e njerëzve që i kanë lyer duart me gjak. Në fakt ai i dha një përgjigje ministrit luftës Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili është një element që ka hapur debate të jashtëzakonshme edhe brenda vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos pasi u rikthye në memorien e opinionit publik atje dhe një botim i një libri Kryqëzatat Amerikane që kishte shkruar vet, ku si glorifikonte luftrat e Irakut, luftrat në Afganistan dhe i quante si kryqëzata. Domethënë ka një debat edhe religjios brenda vetes, megjithatë përtej kësaj ka tentativë për negociata dhe ka situatë lufte. Kush po negocion? Deri tani nuk kemi negociata direkte. Kemi ndërmjetësinë e Islamabadit, Pakistanit, i cili çon dhe merr mesazhe. Më fal minut tani, nuk po negocion askush. Unë shikoj këtë burin që e dërguan për të negociuar edhe në Witkov. Ukrainë. Witkov e ka vënë. Ç'është ky apo e dërgojnë kot këtë? Jo, Witkov është njeriu që është dërguar nga Shtëpia e Bardhë dhe mbulon gjithë zonën e lindjes mesme. Por Irani, e kemi thënë herën tjetër, Irani ka kurzuar Witkov dhe Kushner nuk do jetë pjesë e negociatave. Presidentin. Dhe kjo është shumë e çuditshme. Pse kërkon zëvendës presidentin? Se edhe kjo është një debat i madh. E para njëherë që Di Vance është një nga njerëzit më të besueshëm të lëvizjes MAGA, është nga njerëzit më të respektuar dhe është një njeri që i ka qëndruar idesë jo luftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, jashtë ka qenë nga kritikët e Shtetet Bashkuara të Amerikës. E dyta, ka një lloj shëmbëltyre me një diversion që Irani e ka bërë në vitet 80. Në vitet 80, zoti Rakipi, kur ndodhi ajo e famshmja pengmarrja e 52 diplomatëve në ambasadën iraniane për 444 ditë, u ofrua gara presidenciale dhe presidenti Carter kandidonte përballë Reaganit. Dhe ekipi Reaganit negocioi me Iranin, me palën e Iranit, që t'i mbante pengjet. Ka botime, ka libra, ka shkrime pafund, ka raporte për këto gjëra dhe deali ishte ky. Ndërkohë që Carteri deri para se të futeshin zgjedhje kishte 37% të mbështetjes, ndërsa Reagani kishte 34%. Por kjo marrëveshje nën zë, po themi, me Reaganin funksionoi si duket dhe Reagani fitoi zgjedhjet. Reagani fitoi zgjedhjet dhe çudia ishte që vetëm pak minuta pasi bëri betimin në 20 janar të vitit 81, Irani liroi pengjet amerikane dhe menjëherë filloi një marrëdhënie e re me Iranin. Reagani bëri një marrëveshje armësh, e furnizoi me armë dhe qenë mbështetësi më i madh Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë periudhës Reaganit, ka qenë mbështetësi më i madh i Iranit gjatë luftës Iran-Irak. Pra, me pak fjalë po mundohem të them që Irani e ka një eksperiencë tillë dhe po mundohet edhe në këtë moment bëj një diversion nëpërmjet Di Vance't. Pavarësisht që atë treshen Witkov, Kushner dhe Rubio i quajnë si një pjesë e sionizmit amerikan, sionizmit izraelit vetë Irani. Megjithatë përtej kësaj, sa afër marrëveshjes jemi. Unë mendoj që jemi akoma larg marrëveshjes, thashë nuk ka kontakte direkte, ndërkohë që janë 17.000 marinca që janë afruar në lindjen e mesme. Presidenti Trump edhe sot foli, sigurisht që në të mënyrën e tij, që gjatë gjithë tekstit gjen edhe paqen dhe luftën mund ta vesh dorën ku duash dhe nuk kupton çfarë thot. Por frika e madhe është që Shtetet Bashkuara të Amerikës i duhet një flamur fitore dhe flamuri fitores nuk mund ndodh. Do të thënë, ideja që të pushtohet Irani nuk mund ndodh, sepse është gjë e pamundur, por po thatë të gjithë po habitemi dhe nuk e kuptojmë përgjithsisht se ç'thot presidenti Trump. Ai thotë që po mbi gjitha thotë që lufta po mbaron e gjitha dhe ky është kulmi